Do me thonë prej lindjes hundën edhe thot gjithë mendojnë që unë e kam operim, po në fakt nuk e kam. Nuk e ka. Ka mundësi edhe ajo, po. Jam 50-50 pra të që kjo pjesë. Nuk e di, ama vrejet shumë që e ka shumë të vogël edhe ashtu shumë tamam për ftyrë. Për pjesë tjera është okej. Është proporcion me fytyrën, edhe prandaj duket aq natyral se nuk e di nëse ka pas një intervenim ose jo. Ose s'ka pas heq që ju ka përshtat me botoksa filera, ju ka përshtat hunës edhe tash duket mirë. A kemi fotografi tjera? Sonin. Okej, e kemi Soni Malaj që me vite është komentu për trupin, edhe që duket shumë bukur. Ushtran? Ushtran. Do me thonë nuk është që ka me ndërhyrje ose diçka. Nuk e besoj që ka, shumë zdi informacione për Soni Malaj, më pëlqen shumë, trupin e ka të formum me ushtrime fizike si pas meje, edhe pse është nan e një fëmijë nëse zgaboj, plus moshën që e ka, duket perfekt. Për vjetë, për numrin që e ka është një ëllë. Bash numrin, se unë menoj që vjetë që menoj që Sonja gjithmonë ka qenë e bukur. Edhe ma erët kur nuk ka qenë kjo trend i intervenimeve, Sonja gjithmonë ka qenë e bukur, shtu që nuk e di. Edhe kjo e ka gjatësinë e Elvanës, kështu që... Dhe nëse ka bona intervenim, ato të kohës e ka bona. Vazhdo në proporcion me moshën edhe me krejt jetën në sojnë. Është ajo Sonja që ka qenë, nuk ka bona ndryshime. Shumë e vërtet. E nje. Disa vite unë është me njoftë. Po, bashkë, se do ka një herë dhe nuk i nje. Po. A kemi të tjera regjia? Jo. E kemi vetëm Sonin. Këto pra ishin. Po mbetet që Egli e Soni dhe Elvana janë më naturale për e këtyre që e fanë. Po. Mirë shumë. Cilat këshin me qenë këshillat, ndoshta se cila në fushën e juj? Qka këshit preferu për vajzat e reja që na shohin edhe qka jo mirë po, pse jo edhe për meshkujt, e pas parasysh që këti trendi e përmendëm, po i hinë edhe meshkujt në përgjithësi. Do shta kësha thonë mos më undiku prej personave tjerë, po gjithmonë me qëndru ajo që je, me disa ndryshime të vogla që ty të pengojnë, mirë po jo më u tjetërsu. Unë gjithmonë kisha dasht me qenë kjo që jam. Jo më u ba dikush tjetër. Do shta kjo kishtë me pas vetë besimin që, si që ceko dhe Fifi ma erët, në qovë se ti ndihesh brenda e bukur edhe jashtë ki me qenë. Kështu që me qenë ajo që je. Edhe jo mos më mundu më bo asi Gjensila, asi Elvana, se edhe me dosh nuk mundet, asi Luana, kështu që duaje vetën ashtu si që. Fifi? Unë e pomenoj mos bë qa bojnë tjertë, sidomos estrada, se ata e kam për detyr mu dokë aktiv edhe mu konë aktiv si më pamje fizike edhe psiqike, që atë pjesë na nuk e dina heq, na veç po flasim që po shojmë në rrjetet sociale dhe në foto, diçka që ndikon shumë të rinia, mos bë që ka bojnë tjertë. Rivet vetja, ndiju mirë, aktivitet fizik, që qelsi gjithë shkafit në trup, edhe duaje brendësin edhe pamjen cilën ta ka falë Zoti. Më interesant, me ditë, a e keni kështu deformim të profesionit, se cili njeri që eshen e me këshyrë, qka kishë dasht me ndryshu të ta, për shambull, qfar pilates kështë mujt me i propozu, ose në ora qka kështë mujt me bote qaj person, diçka mirë, ose diçka, se për shambull, na gazetarët e kemi pak deformim. Gjdo njeri që e shohem këshyrëm qka kështë mujt me ndjerë për një mision. Si po menon, a i thu, apo veç e menon qka kështë bo? A i kështë mendu, për shambull. A i mendon? Om shemua, am këshyrë qka kështë mujt me ndryshu të onë. Jo, veç të kisha thonë ushtra. Nora? Se nuk po thome që ty, po une e kisha qelë ka njerë thëmë një agencian, mi vedisu njerëzit qëfar rëndësie kanë aktivitetet fizike në trupin e njeriut. Jo veç pamjen e jashtë, me se unë e thash, gjithë shka vjen prej brenda, nuk vjen prej jashtë. Se jashtë na mundëm me ndërtu qka dush, mundëm me vizatu qka dush, mundëm me mush me shti qka dush. Po nëse ti nuk ndihesh e plotësu me mrena dhe mirë shëndetrisht, ti vizatohu sa dush jashtë, se ajo dikur ka me të alshu. Po maje, brendësin e trupit, mendjen, i cili lidhet trupi dhe mendja, këto dyja bashkëpunojnë. Nëse qëto dyja asjon mirë, atëherë, jashtë ti mund është mu duk mirë, po prapë mrena diçka të mungan. Edhe që aja reflekton. Qka do, dyshqysh e vrejhat, njeri që nuk është i lumëtur ose dyshqysh. Mo kur bohen dyja të bashkë, në bashkëpunim, atëherë është perfekt.